Këto ditë, në një bisedë që pata me legjendën e folklorit kuksian, një anin prej artistëve më në zanë të këngës shqipe, Recep Kovaqin, mësova një të vërtetë që sinqerisht më shtangu. Edhe pse ka gati gjysmë shekulli në skenë, ende nuk ishte nderu e vlerësu me asnjë titull, as nga presidenca e Shqipnisë, e as nga jo e Kosovës. Po flasim për një figurë që i ka kushtu një jetë të tanë këngës shqipe, edhe trashëgimisë kulturore. Një artist që u ka knu trimave, herojve, luftrave për liri, sakrificave dhe qëndresës së këtij kombi. Një personalitet që ka ba ma shumë për identitetin kulturor shqiptar se sa 10 institucione bashk. Edhe presidenca e Kosovës ja ka bërgj një vlerësim të tillë. Unë dhe qindra mira shqiptar, historinë e Kosovës, gjamën dhe vuajtjet e saj shekullore në okupim, nuk i kemi mësu në libra, por përmes zanit, vargjeve dhe këngëve kreshnike të Recep Kovaqit dhe treshes së famshme Dida Qela Kovaqi. Në këto 35 vjet demokraci, siç e keni pa, presidenca ja ka lujt fen, tu i shpërnda tituj e dekorata pa fund, si karamele në ditë Bajrami. Kush ka pas një lek, një mik, një lidhje, apo një interes e ka marrë. Jo të gjithë, por shumë prej tyne pa ndonjë kontribut real, veç pse i kanë shërbi partisë dhe pushtetit të radhës. Kur një këmbë nuk di me nderu figurat e veta, u jep brezave të ri një mësim shumë të keq. Se puna, talenti dhe përkushtimi nuk vlen asgjë. Do me thanë vlera nuk matet me atë çka jep. Dhe ky është një mësim që shkatron themelet e çdo shoqënie. Megjithatë, duhet thënë edhe kjo. Recep Kovaqi, si dhe artistë të tjerë të kësaj kategorie, çmimin më të madh e kanë marrë prej publikut, prej njerëzve që i kanë dashur, e admiru, duke i rujt këngët e tyne si pasuni kombëtare.